Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Të gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Familjen, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e madhruar e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatitë. I jemi mirënjohës për mundësinë që na ka dhënë me vazhdu me u shoqëru në këtë termin të rregullt. Gjithnjë me shpresë që me thonë, me dëgju dhe me kuptu atë që shpresojmë të na bëjë dobi edhe në dunja dhe në ahiret. Jemi duke folë në një temë të madhe, Kur'ani edukon. Sonte ndoshta edhe në takimin e radhës do të flasim për një nën temë që ka të bëjë me frytet e edukimit imanor të Kur'anit. Pra Kur'ani edukon, por çka përfitojmë nëse edukohemi sipas Kur'anit. Respektivisht cilat duhet jenë ato frytet e dukshme, duke qenë se në aspektin ton, në aspektin e përgjegjësisë ton, frytet edhe rezultatet nuk janë pjesë e përgjegjësisë. Ne si njerëz përgjegjësi kemi për mundin edhe për angazhimin që e bëjmë. Për çfarë arsye, shpeshherë mendojmë se një punë llogaritet e suksesshme nëse ka dhënë fryte dhe rezultate, në të kundërtën jo. E që realisht për neve nuk ka ç'shto. Një punë është e suksesshme nëse ti e ke dhënë mendimin me e kry. Je liru për i përgjegjësisë. Edhe nëse nuk ka pas në një fryt, në një rezultat, ti prap je fitimtar. Shembull më të mirë për këtë çka po them e kemi te fakti që për shembull do të ketë pejgamber në ditën e gjykimit, që kur do të dalin, do të shoqërohen nga pak njerëz. Pak njerëz ju kanë besu. E rezultati i tyne nuk vlerësohet sipas atij numri, po vlerësohet sipas punës që ne jemi dëshmitar se pejgambert e kanë bërë. Sipas asaj që Kur'ani na ka mësuar. Ose e kemi shembullin e dëshmorëve. Dëshmorët kryesisht nuk kanë arrit me shiju frytet edhe rezultatet e luftës tyne për shkak se kanë sakrifikuar jetën para se me u arrit fitoria, po kjo s'do të thotë se ata nuk kanë fitu, përkundrazi kanë fitu. Edhe besimtari, secili besimtar, përgjegjësinë e vet nuk e ka për çka ka ndodhur, por përgjegjësinë e ka për çka ka bo, nëse ka mujt me bo, ose çka u mundu me bo, edhe nëse s'ka mujt me bo. Që do në thotë se ndonjëri prej neve, edhe kur se bon punën bash ashtu që duhet, prap se prap, vlerësohet si suksesshëm. Ai cili falet ulën, llogaritet sikur se me pas fal namazin në kam, është kështu apo jo? Ai cili për shkak të smundjes nuk e agjeron Ramazanin, llogaritet sikur se me pas agjeru e kështu me radhë. Megjithatë, Allahu me mirësin edhe mëshirën e vetë, nuk kalon që çdo ofertë e tij mos me dhonë fryte. Do thonë s'kalon asnjë ofertë vetën pa fryte, edhe pa rezultate. Bile na ka dhënë edhe shembuj në Kur'an, shembuj interesant, një prej tyne në surën Ibrahim, në ajetet 24 dhe 25, Allah i madhruar thotë: Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah. A nuk e ke pa se si Allahu ka sjell shembull fjala e mirë, sikur se pema e mirë. Asluha thabitun wa far'uha fi as-sama. Pema e mirë është që rrënjët i ka të thella edhe të forta në tokë, ndërsa degët i ka të kthyve drejt lart ka qielli. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha, e ato i ofrojnë frytet e veta edhe mirësitë e veta në çdo kohë me lejen e Zotit të tyre. Pra fjala e mirë kanë thonë është shahadeti, fjala e mirë kanë thonë është Kur'ani, fjala e mirë kanë thonë është thirrja në rrugën e Allahut fuqiplot, fjala e mirë kanë thonë është çdo fjalë e mirë që besimtari e thot ose mund ta thot. Fjala e mirë është Islamin përgjithësi,
e ai i përngjason pemës së mirë rronjët e cilës janë stabile në tokë, ndërsa degët kthyer ka qielli, e që frytet që kjo pemë i jep nuk përfundojnë, nuk harxhohen asnjëherë. Edukata të cilën Islami e ofron. Edukata të cilën Islami e ofron nëpërmjet Kur'anit. Është edukata e cila prodhon fryte. Edhe ato fryte është e pamohueshme, edhe secili prej neve e din, ato fryte janë të dukshme. Po i marrin shembull të thjesht. Kur e kam pyetur Aishën radhiyallahu anha, i kanë thonë, a mundesh me na e përshkru cila ishte sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Kretë dini përgjigjen që e ka thonë Aisha radhiyallahu anha. Çka ka thonë? Ka thonë sjellja e tij ishte Kur'ani. Pra, lexo Kur'anin e merr vesh cila ishte sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose shihe sjelljen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e merr vesh çka thot Kur'ani. Një lidhje interesante, shumë e ngushtë, shumë e afërt në mes karakterit të pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe udhëzimit kuranor. E ky është një mësim, ky është një udhëzim për secilin prej neve që me synu me e arrit këtë lidhje të ngushtë na me Kur'anin deri në një nivel identifikues. Në momentin që dikush të sheh ty, ose në momentin që ti dikun paraqitesh, njerëzit me e kuptu kush je, çka je, cili është identiteti yt. Njerëzit me e kuptu në çka beson ti, në cilin libër të Allahut beson, me besu cilin pejgamber ti e pason. Hala pa e qel gojen ti. Pse? Për arsye se dukja jote, sjellja jote, qëndrimi jot, pse jo edhe veshja jote, në njëherë edhe aroma, edhe era e parfumit, flasin e ka dalë se që kë ka njeri i veçantë. Dietarët, sidomos ata që janë marrë me këtë temën e edukimit kuranor, kanë shtrydh ajete të Kur'anit që flasin për udhëzime posaçërisht në aspektin e edukimit, po gjithashtu kanë marrë edhe shembuj të mahnitshëm prej historisë së sahabeve. Hajde, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sjellja e tij ishte Kur'ani, edhe asnjëri prej neve nuk çuditet për një gjë të tillë. Po nganjëherë kemi një lloj justifikimi për veten, e kanë pas edhe në kohën e sahabeve këtë justifikim. Për shembull, kur kanë pyet diçka për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën kështu. Kështu e kishte namazin, kështu e kishte agjërimin, kështu e kishte jetën familjare, kështu e kishte jetën shoqërore, kështu me radhë. Edhe ndonjëri prej tyre thonte, po mirë, po ai është pejgamberi i Zotit. Edhe na mundum me thonë, po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte Kur'ani i gjallë që este në mesin e njerëzve, por kjo ishte puna e tij. Ai ishte i përzgjedhur i Allahut fuqiplot dhe Allahu u kujdes për te, që është absolutisht të vërtet. Allahu u kujdes për te para se mu bë ai pejgamber. E ruajti prej të gjitha devijimeve dhe deformimeve. E masani kur u bë pejgamber, realisht ai veç u plotësu si personalitet. Në rregull, edhe kjo është mirë, po duhet mos me harroni gjë se ai i bekum alayhi salatu wassalam nuk ishte i ktill thjesht veç për me e pa na edhe me u mahnit, po ishte i ktill për me marrë na shembull. E pastaj kur i marrim edhe shembujt e sahabeve, e të njerëzve të mirë mas tyne në të gjithë brezat e islamit, të muslimanëve, kemi me e pa se Kur'ani për një mend edukon, edhe kur edukon fuqishëm, e gdhend njerin, e formson, e rregullon, e ndres deri në atë nivel sa që për një mend çuditet njerin, mundet me thonë, a thu, ky veç që po jetoj kanë tokë edhe në syret të insanit, se ky veç me laçe me qenë. Dietarët, sikur se thash, i kanë shtrydhur gjitha ato gjëra edhe kanë ardhur te numrimi i disa aspekteve të cilat i forcon Kur'ani me ndikimin e tij edukativ në jetën njerëzore. Edhe një prej të parave që do ta përmendi lidhet me, nëse ju kujtohet sot një javë në fund të dersit, nuk ja u kom citu do ajete, do t'i citoj sonte,
por ju kom thonë, lexojeni, ju kom lutë, lexojeni, për shkak të rëndësisë edhe për shkak të udhëzimeve të mira që i japin këto ajete. Janë ajetet 57 deri në 61 ose 62 në surën El Mu'minun. Ndërsa kemi folë një javë më herët për ajetet për 1 deri në 11 të njëjtës sure El Mu'minun, për arsye se surja El Mu'minun, surja e besimtarëve, ana realisht për çto jena të folë. Në këto ajete, Allah i madhruar thot, po i citoj ajetet për me e kuptu çka po dojna me thonë. Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, vërtet ata të cilët duke e pas parasysh frikën ndaj Zotit të tyre nuk njihen rahat, pra frika i ka plan ata dukshëm. Walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dhe ata të cilët në ajetet e Zotit të tyre besojnë bindshëm. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, dhe ata të cilët në Zotin e tyre nuk bojnë shirk. Çfarë përshkrimi? E para, friksohen me frikë të dukshme, pastaj në ajetet e Zotit besojnë pa lohatshëm, pastaj Allahu të madhruar nuk i bojnë shirk në asnjë mënyrë. Çfarë thash përshkrimi tjetër? Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dhe ata të cilët japin atë që japin, ndërsa zemrat e tyre akoma e kanë një ndruajtje kur t'ju kujtohet se te Zoti i tyre kanë me u kthy. Pra, që kjo ajet e nënvizon një gjë interesante, e nënvizon mirësinë që e prodhon Islami, mirësinë që e prodhon edukimi kuranor te besimtari, po ajo mirësi do t'jetë gjithmonë e shoqëruar me virtytin e modestisë dhe me ndjenjen e besimtarit ose me një lloj doze të frikës se unë po i bëj këto punë të mira, po nuk jam shumë i sigurt që Zoti ka me i pranu prej meje. Walladhina yu'tuna ma atau, dhe ata të cilët japin atë që japin dhe bojnë atë që bojnë. Për punë të mira është fjala, wa qulubuhum wajila, ndërsa në zemrat e tyre akoma ka një lloj frike. Annahum ila rabbihim raji'un, kur i kujtohet se te Zoti i tyre kanë me u kthy. E ka pyetur Aisha radhiyallahu anha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam lidhur me këtë ajet, ka thonë ja Rasulullah, unë mendojsha që këtu flitet për punë të mira, po kur po përfundon ajeti me frikë, ata friksohen kur t'ju kujtohet që kanë më kthy te Zoti, a mos po bën fjalë ajeti për ata që rrajnë, vjedhin, bojnë zina, bojnë kështu, bojnë ashtu, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, përkundrazi, ajeti flet për ata që bojnë punë të mira, falin namaze, japin zakate, bojnë kështu, mirë po, megjithatë nuk ndihen të sigurt se Allahu ka me i pranu veprat e mira, e kjo është një rezultat, një fryt i edukimit kuranor, po s'është kjo pika jonë për cilën po dojmë me fal, pika jonë është në ajetin vijus, që është i 69 i surës Mu'minun. Ulaike yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Se kretë çto ajete që i përmendam fillim, 4 ajete para çtit fundit, cilin halase për ktheva. 4 ajete e prodhojnë çto të fundit. Do thonë ata të cilët e kanë frikën e vërtet ndaj Allahut, i besojnë bindshëm argumentet e tij, nuk i bojnë shirk Allahut, kur bojnë diçka, megjithatë akoma nuk janë të sigurt se Allahu ka me e pranu, krejt sta çka ndodh me ta, ulaike yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun, të këtillët nxitojnë në hajrat, në punë të mira, dhe në këtë nxitim të tyre nuk janë të kënaqur thjesht vetëm me nxitu, po mundon me arrit të parët. Pika e parë ose fryti i parë që e prodhon edukimi imanor i Kur'anit është pikërisht nxitimi në kryerjen e punëve të mira. Nxitimi në kryerjen e punëve të mira. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë se edukimi i mirëfillt krijon të besimtari. Edukimi i mirëfillt krijon të besimtari gatishmëri për me realizu atë që Allahu kërkon prej tina, por ajo gatishmëri nuk mund t'jetë e saktë, nuk mund t'jetë e sinqertë nëse njeriu nuk vendos me njëherë, në qast me përmbush urdhrin e Allahut fuqiplot. Sa artë i jepet mundësia, ai gjithmonë është në kryerje të obligimit. Besimtari i mirëfillt kur nuk e lën punën e sodit për nesër.
Besimtari i mirëfillt, i edukum, ashtu që duhet, kur nuk thot, po valla, është punë e mirë me e bo, po që halasi ka ardhë vakti, ose halasi ka ardhë dakiko. Nuk ka të besimtari, hajtë se do të bëj, mirë po e ban me njëherë, dhe pikrisht këta besimtari i ka përshkru dhe i ka lavdu Allahu i madhruar në këto ajetet të surës El Mu'minun. Ulaike yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Të këtillët nxitojnë në punë të mira në khairat, edhe ata mundohen që sa më shpejt me mri tek ato. Kanë qenë ushtria e muslimanëve në kohën e tabinëve. Po në kohën e tabinëve ka pas edhe ndonjë prej sahabeve, aty këtu që ka me të gjallë, janë nisë për një ekspedit ushtarake, për një luft nikon në largësi, edhe mjetet e udhëtimit, atëherë kanë qenë mjetet e kohës, deve, kuaj, gomar, e të ngjashme. Edhe realisht në ato luftat që janë bo largë, veç ata që kanë pas mjetet e udhëtimit, kanë mujtë me marrë pjesë. Edhe gjatë hecjes së asaj ushtrie, komandanti i ushtrisë, sigurisht eskorta e ushtrisë është e gjatë për shkak të numrit madh të ushtarëve që marrin pjesë, edhe ai po nxiton me kalin e vet prej në fillim deri në fund, pastaj prej fundit në fillim pikëqyr njerëzit çysh janë, çfarë po bojnë, çka i kanë punta, janë lodha, janë untuar, janë shtuar smut, dikush e kështu me radhë. Edhe kur po kalon ka njëri prej sahabeve që është Xhabiri i biri Abdullahut, Xhabir ibn Abdullah radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me te, po e sheh, ai ka zbrit kafshës ti, po e man për kërpeshje dhe po hecë në kam. Edhe këtë çuditët i thot, o Xhabir, a je ti smut, apo e ki kalin smut? Thot, as unë nuk jam smut, as kalin nuk e kam smut. Po mirë o burr, thot, po pse nuk po i hyp, se po ecë në kam, pe e lodh vetën. Po thot, apo do me e ditë pse? Thot, për shkak se e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Men ighbarrat qadamahu fi sabilillahi harramahu Allahu ala an-nar. Ai njeri të cilit i pluhnosen këmbët duke ecë në rrugën e Allahut, Allah i madhruar do ta bëj atë të sigurt prej zjarrit të xhehenamit. Thotë, për këtë arsye s'po kam qef me hyp, po kam qef me u pluhnos këmbë, po kam qef me ecë në këmbë të mia. Tash kur e kanë ni Xhabirin duke e rrëfy këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, disa prej atyre që kanë qenë aty pare, kanë zbrit prej kafshëve të veta dhe kanë fillu me hecë edhe ata në këmbë. Qëllimi i kësaj nuk është me mundu vetën, gjithsesi të kuptohemi drejt, po qëllimi është se sahabët secilin mesazh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe secilin udhëzim ti e kanë kuptuar shumë drejt për drejt edhe shumë mirë, edhe në secilën mundësi e kanë pa vetëm të fitu. Ai ka mujtë me hecë dhe i shkon shumë në rregull, mirë po ka pas qef krahas shkumjes edhe pjesëmarrjes në luftë me pasuninë e vet edhe me nefsin e vet, ka dash një farë mënyre me arrit edhe pluhnosjen e këmbëve të veta në rrugën e Allahut fuqiplot. Andaj kur e dëgjojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men ighbarrat qadamahu fi sabilillahi harramahu Allahu ala an-nar. Ati që i pluhnosen këmbët në rrugën e Allahut, Allahu e siguron prej zjarrit. Ky është frymëzim për neve. Na tash nuk është patjetër me prit luftën, me thonë do të me hecë për me shku në luftë, jo, mundën me të pluhnos këmbë të shku në xhami, të u kthy pe xhamis, të shku me ndihmu dikujt, mundën me të pluhnos këmbë të shku në punë edhe të u kthy pe pune, derisa ti e ki një jetin tënë që prej asaj pune me fitu halal edhe me jetu dinjitet shumë te edhe familja jote. Ose me e marrë një diçka, një ndihmes mja bo dikujt, ose me shku një punë mja kry dikujt, ose kështu me radhë, krejt këto që ka jenë punë të mira, edhe për cilat e dim se Allah i madhruar i pëlqen edhe i dan, nëse ti ecë edhe të pluhnosen këmbë, kjo është fi sebilillah. Edhe këtë mundësi se cili prej neve ka rast me e shfrytëzu. Kjo nuk do të thotë se krejt punë tona do të me i bon këmbë. Nëse është një punë për cilën do të me shku dikon 10 kilometra ose 20 kilometra, le të pluhnosen rrotat e kerrit, s'ka problem. Ose le të pluhnosen rrotat e autobusit, nëse s'ki kerr, po shko krye një punë që do të kryesorja, mos kurse kur mund edhe energji për me u lodh në punë të hajrit, për arsye se
edukimi kuranor, edukimi imanor i Kuranit, duhet ta prodhoj te secili prej neve gatishmërinë për me lëviz në kahjen e duhur. Aty ku është kënaqësia e Allahut fuqi plot. Tregon njëri prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë e kom pas edhe një shok, thotë edhe jemi shku gjithë bashkë në xhami të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa herë ka pas, do të thotë sa herë ardh koha e namazit, unë para kohës namazit jam shku e kom thirr, hajde shkojmë në xhami, jemi shku në xhami. Kemi shku një ditë për me e fal drekën, për pak para drekës. Edhe thotë kur hym në xhami, e pam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që hyp në mimber. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mimberin e ka shfrytzu jo vetëm për hutbën e xumas. Çdo fjalim që ja ka marrë sahabeve ul në mimber. Tash jo sikur na që ulemi këto për me marrë dersën, atje e marrim hutbën, po pejgamberi këtë çatu në mimber i ka marrë. Edhe thot hynëm e pam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shkon të fol. Edhe po ju thot njerëzve, po ju thot ma ka zbrit Allahu i madhruar një ajet. Në te Allahu i madhruar po më thot, është ajeti 144 i surës Bekara. Qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram. Na po e shohim që ti po kthehesh me fytyrë ka xhamia e shejt. Është fjala për Mekën. Bëhet fjalë në kohën kur hala muslimanët kiblën ka e kishin ka Kudsi. Në Medine, do të thonë mu kthy ka Qabja, do të mja kthy shpinën Kudsit. Mu kthy ka Kudsit, do të mja kthy shpinën Qabës, se ashtu është pozicioni i Medinës mes dyjave. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, masi është bë obligim namazi, disa muaj, thojnë 16, 17, 18 muaj, o fal me urdhën të Allahut i kthym ka Mesjid e Aksaja, ka Kudsin, Palestinë. Po gjithmonë zemrën e ka pas dyshysh, ka pas një dëshirë të madhe me u kthy ka Qabja, derisa Allahu në fund ja ka aprovu, ja ka miratu atë dëshirë me këtë ajet. Qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa'i shatra al-masjid al-haram. Qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Thot Allahu, thot na po e shohim që e ke kthyti ftyrën ka qielli, si dikush që po lyp, po pret diçka. Gjithsesi kena me të mundsu me u kthy ka kibla të cilën ti po e dan. Fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram. Kthej ftyrën. Nisja ktheu ka xhamia e shejt, ka Qabja. Edhe tash kur po e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë ajet pjallë citon sahabeve, hala po ju thon mirë që tash kur çohem me fal drekën kena më kthy ka Qabja, ky po i thot shokut vet, thot çera kibla ko ka ndru. A çohem shpejt i falëm 2 recate, bom të parë që janë fal ka Qabja. Edhe në momentin që e ka kry pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hala pa thirrë ezane, ata janë çu, edhe në kthy ka Qabja dhe janë fal, janë të parët që e kanë fal namazin ka Qabja, hala pa hy koha e namazit vijues, e masane e kanë fal drekën bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra sahabët i kanë shfrytzu të gjitha rrethanat për me qenë nxitus, me qenë të shpejt në aplikimin e asaj që Allah i madhruar ka kërku prej tyre. Përndryshe në Kur'an kemi shumë shembuj ku nganjëherë e thashë në fillim, neve s'na i lyp Allahu rezultatet. Çka na lyp? Na i lyp punën, angazhimin, sakrificën. Nganjëherë edhe puna, angazhimi dhe sakrifica nuk janë të mundshme për dikën, çka çmon Allahu fuqiplot, çka vlerëson? E vlerëson dëshirën e secilit për me e bo punë. Allahu e din gatishmërinë. I kemi një shembull në surën Tauba, ku Allah i madhruar i përshkruan disa besimtarëve për mirë me diçka shumë të veçantë, e përshkruan lotin e tij. E përshkruan lotin e çatyre besimtarëve. Thot Allah i madhruar: "Wala 'ala alladhina idha atawka litahmilahum qulta ma ajidu ma ahmilukum alayh tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Thot nuk ka përgjegjësi edhe ngarkesë edhe barë edhe gjuna.
as edhe për ata të cilët kur erdhën te ti, edhe thanë, ja Rasulallah, po dojna me arë në luft me ty, bëhet fjalë për luftën e Tebukut, 700 kilometra larg prej Medinas, që me kere me shku lodhet njëre, lema me mjetet e asokashme. Thot, nuk është gjuna as për ata cilët erdhën te ti, edhe të thanë, ja Rasulallah, po dojna me arë në luft, po s'kem me qka, merna me vete. Ti ju the, s'muj mi ju marë se s'kam me qka mi ju bajt, s'kam transport për juve, të wallau, që qëfar përshkrimi interesant, Allah e ban, të wallau, wa ajunuhum të fidhu min e dema. Ata u këthyn mrapa, edhe syt e tyne pikonin lët, hazanen ella e gjidu ma ju në fikun, nga piklimi, pse s'po kanë qka me dhanë, s'po kanë me qka me marë pjesën në luft. Në më thonë edhe që tha, Allah i madhruar, jo vetëm që e ka vlerësu, por e ka përmend me aq miradi, me aq aprovim, sa që sot çdo njoni prej neve lakmon me kon njoni prej kësaj kategorie. Në më thonë për shtyne që Allahu i ka lavdu veç pse kanë shpreh keqardhje pse s'po munën me marë pjesë. Mos të flasu ma për ata që me gjithate kanë arrit me jetësu mësimet e Allahut fuqiplot për shkak të edhe të mundësisë që e kanë pas. Kur i nëzojmë këto raste, dikush mundet me e fitu për shtypjen se ata njerëz jenë konves njerëz të luftave, jenë konves njerëz të shpatave e kështu me radhë, që nuk është e vërtet, nuk është e sakt. Është e vërtet që ka pas shumë lufta në atë kohë, është e vërtet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marrë pjesë vetë në shumë lufta, mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur nuk e ka preferuar luftën. Kur? Gjithmonë nëse ka pas mundësi zgjedhje tjetër pa luftë, çato e ka preferuar. Po, sikur se e dim, duke qenë se ka njerëz të mirë dhe të këqij, duke qenë se ka të atill që e përkrahin të vërtetën, po dhe e kundërshtojnë atë, atëherë edhe përdorimi i forcës në situata të caktuara bëhet i pashmangshëm. Po kjo s'është tema jon, po du me tregu sa jenë konë, sidomos sahabët të gatshëm, me i bo punët e mira pas çdo mirësie që vetë kanë shiju edhe kanë përjetu. E kemi një shembull shumë interesant të Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. E dini Ebu Bekri ka qenë një personalitet i cili në gjitha fushat e mirësisë ka qenë pothuajse bajraktar. Në qka të lëpsh Ebu Bekrin, i guximshëm, Ebu Bekri u konë i guximshëm, luftar u konë. Dordhanës, s'ka mujtë kërkosh mja kalu. Bamirës, i thjesht, modest e kështu me radhë, jeta e ti u konë qështu prej fillime. Jeta e ti në islam o konë qështu prej ditës të partë të kalimit të ti në islam. Para me ndoni, Ebu Bekri, si kurse e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë se cilin njeri, pejgamberi alaihi wasallam kështu thotë, se cilin njeri që e kam thirrë në islam, e ka pas një hezitim, e ka pas një hamendje. Për shembull, se në tonë e dim, Ebu Bekrin, pejgamberi a.s. e ka pas shok edhe para se me u bo pejgamber. Ka pas këgjat të afërt kështu. Po ka pas pejgamberi s.a.s. edhe shok tjerë, ka pas edhe farefis, ka pas edhe axhallar, ka pas edhe kusheri, ka pas edhe të atill që ka pas raporte shumë të mira me ta. Edhe para se me u bo pejgamber, mirë po thotë se cilit që i kom thonë, unë jam pejgamberi i Zotit, apo më beson, se cili ka thonë, nuk është se s'po të besoj, po lem pak kohë. Thotë se cili i ka pas një hezitim, përveç Ebu Bekrit. Ati në momentin që i kom thonë, o Ebu Bekr, unë jam pejgamberi i Zotit, ja ka nisë po më vjen në shpallja prej qiellit, ka thonë, unë ty të besoj pa luhatshëm. Ka thonë, me njëherë u bo musliman pa asnjë hezitim Ebu Bekri. Në edhim prej këtë njerëzve, kush është i pari që u bo musliman? Khadijja radiallahu anha. Pse? Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka ardhur shpallja, ka ardhur me nxitim në shtëpi, edhe personi i parë cilin e ka takuar dhe i ka tregu, ka qenë bashkëshortja e tij e ndershme edhe fisnike, nona e besimtarëve Khadijja, Allahu qoftë i kënaqur me te. Edhe ajo s'është hamend. Ebu Bekri pse s'u bo musliman para Khadijës? Çka jo mërmenja?
për shkak se ka taku pejgamberi alayhis salam. Përndryshe si te kish taku, Ebu Bekri hiç asnjë fjalë si ja kish bë. Sigurisht te rasti i Isras edhe Mi'rajit, hala pa e taku pejgamberin sallallahu, hala pa ndigju prej tij se më ka ndodhur kështu në udhtim i mrekullueshëm, ata armiqtë e Islamit i kanë thonë, "Çuçi apo ata i shoku jot?" Çka ka thonë Ebu Bekri? Ka thonë, "Po nëse shoku jam thotë çështo, ajo çashtu do të më kon topi se lun." Kur u bë musliman Ebu Bekri e kuptoj se ti jesh musliman ka përgjegjësi. Ti jesh musliman dush me kon aktiv. Të pranosh dritën e Allahut në zemrën tone, do të atë dritë mos me e majtë veç për vete, po do të me e shpërnda edhe tek tjerë. Edhe çka bën Ebu Bekri? Filloi me njëherë ai tash me i thirr njerëzit në rrugën e Allahut. Vetë u bë besimtar, tash filloi me i thirr njerëzit në çet besim. Edhe vazhdoi me komuniku me ata njerëz që në ato momente pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte në gjendje me komuniku me ta. Edhe prej të parëve që kalun në Islam, prej të parëve, do më thonë ata, këtë fare të parë që u bënë musliman, një pjesë e tyne, Ebu Bekri u bë sebeb që u bënën musliman. Si pasoj të davetit të Ebu Bekrit, po i përmendi veç disa të cilët i njihni nga grupi i 10 përgëzumëve me xhennet. Do thonë Ebu Bekri u bë musliman si rrjedhoi e thirrjes që ja boni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj si rrjedhoi e thirrjes e Ebu Bekrit musliman u bë Zubair ibn al-Awami, Uthman ibn Affani, u bë Talha, u bë Sa'd ibn Abi Waqqas edhe u bë Abdurrahman ibn Auf. 5 prej këtyre 10 përgëzumëve me xhennet. Do thonë gjysa e të përgëzumëve me xhennet, Ebu Bekri u bë sebeb që u banën musliman. Kjo tregon se Ebu Bekri ishte nxitus ka e mira për shkak të ndikimit që Kurani edhe Islami kishte në formimin dhe formësimin e tij. Një gjë e tillë nuk arrihet kollaj. Na kur flasim, këto janë rrafime të këndshme edhe të bukura, dhe secili prej neve kënaqet duke i dëgju. Mirë po bën me thonë pse kanë ndodhur këto gjëra. Pse për shembull Ebu Bekri e pranoi Islamin, dikush që ishte ndoshta në aspektin familjar më i afërt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nuk e pranoi Islamin. E kemi përmend javët e kaluara bashkë në çet temë që jemi duke e trajtu, se mendja dhe zemra s'kanë komuniku që duhet, as munën me u pranu Islamin nëse nuk janë të dyjat në të njëjtën vijë, njëjtën frekuencë. Mendja e kupton se është mirë, zemra su përull, su bind, s'ka Islam. Ebu Bekri e pranoj, edhe ata tjerë e pranun, një pjesë tjetër e refuzun, e dinin, asnjëri prej tyre nuk dyshonte në vërtetësinë, saktësinë e asaj që fliste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por kishte komplikime tjera, kishte pengesa tjera në shpirtat e tyre. Edukimi kuranor e krijoi te njerëzit edhe një burim energjie, burim të mbrëmshëm energjie, që na në gjuhën tonë bashkohore e quajmë motiv. Çaja e mbrëmshmja e cila njerin e shtin në lëvizje. Për shembull, në 4:30 sabahut na çohemi për me fal sabah. Dikush hala flan e këshyrë orën, thot, deri në 6:30 flajse, në 7 kam me shku në punë. Na çohemi në 4:30. Pse? Ai tjetri mundet me u çudit, po e kini motiv i cili të shtin me vepru diçka e cila mundet me kon kanë herë edhe në kundërshtim me komoditetin që ti e lyp. Xhumi është bolli i këndshëm, po kënaqësia e Allahut është më e këndshme. E çka është njerin me u përgjigj kënaqësisë e Allahut, që ai motivi i mbrëmshëm. Ka njerëz, padyshim që ka shumë njerëz, që e din se për një mend është jashtëzakonisht mirë me u zgju në 4:30 për me fal sabahin, mirë po motivin hala e kanë të zbet. Edhe ose herë s'qohen, ose ma shumë s'qohen se që qohen, ose qohet që aty një sfiqel një mshele falë të shpia sabahin në pijama nuk del në xhami, ose ka 100 arsye, edhe pse e din, besojnë,
Edhe unë menoj që edhe e dojnë namazin e sabahut, e dojnë Allahun. A e dini kur e kanë pru atë njerin që ka pi alkohol te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë fillu sahabët me e sha, i ka thonë mos e shani se vallahi që ky njeri e don Allahun edhe pejgamberin. E don Allahun edhe pejgamberin. Tash na mundu me thonë, çysh një njeri që e don Allahun edhe pejgamberin pin alkohol. Ose çysh një njeri që e don Allahun edhe pejgamberin nuk çohet me kohë me e fal sabahun. Përgjigja është të që motivi. Motivi s'është fuqizu hala. S'është bëtë qatë që fuqishëm që me konë nevoja me dal njerin në 2 natës edhe në luft me shku. Sahabët janë shku në luft. E din ai sahabiju që o martu, qatë natë që o martu, para sabat ka thirë kushtrimi i luftës, u qunë gjunub o shku në luft. S'ka pas vakt as mula. Pse se e ka pas një motiv të fuqishëm. E sahabët kanë pas motiv të fuqishëm. Edhe këtë motiv shumë bukur e spjegon sahabiju i nderuar Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me te. Ai thot: "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa 'alayh." Besimtari thot i sheh mëkatet e veta çast të mëdha, saqë e sheh veten të vogël afër tyre. E sheh veten sikurse me kon i ulur në një rast të madh shkëmbi, që friksohet se në çdo çast mundet me ra mite. E keni pa kanë herë janë do shkëmbin, kështu pak ma të qitun jashtë, ato nështë me mija vite ekzistojnë që ashtu, po me him, me nejtë nërtojt dhe që thtu, more mos përzohet që ta shë po më zanë mu mrena. Thot besimtari, qështu i sheh gjunahet e veta, qështu i sheh veprat e veta të këqia. Ndërsa në të kundër, thot, innel fajira, yara dhunubahu ka dhubabin merra ala anfihi fa qala lahu hakadha. Thot ndërsa gjunahçari, fajiri, i sheh gjunahet e veta sikur një mizë e cila kalon ka hunda e tij dhe ai e trem me dorën e tij. Thjesht, pak, hajtë kur gjës është. Hajtë se kur gjës bana. Dikush thot hajtë se kur gjës bana, dikush thot po këqyri tjerë çka po bojnë, unë apet në krahasim me ta jam kështu e kështu me radhë, atë të dyja këto edhe logjika sikur këto janë të rrezikshme. Për arsye se logjika hajtë se kur gjës është, e për një me, na e pranojmë se ka gjunahet vogla. Mirë po me thonë, kjo është gjuna i vogël, edhe një tjetër i vogël, edhe një tjetër i vogël, e kështu me radhë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ruajuni nga nënvlerësimi i gjunaheve për arsye se ato i ngjajnë kraneve që njerëzit i mbledhin për me ndezë një zjarr, po pe kraneve të shumta ndezet zjarr i madh. Ose dikush që ka thonë, ruajeni nga nënvlerësimi i gjunaheve për arsye se bjeshkët janë të përbame prej guralecve. Një gjuna i vogël, një i vogël, një i vogël, mirë, po vjen momenti edhe ndodh ajo që kanë thonë plesht tonë, devën e kardzu, lkura e lepret. Lkura e lepret nuk e di sa mundet me pas, po zbesoj që mundet me pas 100 gram. E devi ashtë kafshë fuqishme, po gjithat bartë madhe që e ka, veç edhe një lkur të lepret ka thonë, veç edhe shtotja qesi ma e ka ra. Qështu një gjuna i vogël mundet njeriun me erdzu për toke, ose Zotin arrujt, kur dalim për Allahut fuqiplote dhe shkona e peshorja qështu të uluhat, e ti e këshyrë se din apo peshojnë të mirat atë këshijat, një qasi lkure e lepret, ndashka e mira, ndashka e keqja, e qanë njerin njënë në rrugë. Për këtë arsye do të shumë me pas kujdes, edhe kjo shpjegimi i Ibn Mesudit është shumë, si me thonë, shumë konkret në këtë temë. Andaj ne do të mas pari me e forcu, me e fuqizu motivin tonë për me i urrejt punë të këqija, me kriju një averzion, me kriju një imunitet në punëve të këqija. E keni pa nga njerë është në aromë ose në diçka e cila të ngacmon të shtitja. Ose ka diçka që të ngacmon lëtë në sy. Gratë kur grinë kepë në kozhin, lëtë rjedhen. Pse? Ka diçka që e pengon edhe e shtin syrin me lotu, ka diçka që e shtin hundën me reagu me të shtim. Na do të me konë që shto të gatshëm me reagu ndaj punëve të këqija, ose eventualisht me i lakmu punët e mira. Edhe që ky motiv i ka shti sahabet me konë të kujdesshëm, ose me konë të kthyshëm. Se kujdesi është gjë e mirë, pa dyshim, po me gjithate sa do i kujdesshëm që tjetë një njeri, a i prap ka me gabu.
Ka me gabu, se njerëz jemi, nuk jemi të përkrym, nuk jemi të pagabushëm. Ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ja ka paraqit një ankesë. Po ankesa që e ka bo ai person, ai sahabi, Allahu qoftë i kënaqur me te, ka qenë ankesë korrekte edhe e sinqertë. I ka thonë pejgamberit alayhi salatu wasalam kështu. I ka thonë ja Rasulullah, i kam unë do shërbëtor, do sklevar. Edhe i kom zonë të mrajt, i kom zonë të më tralltu, i kom zonë të më vjedh, i kom zonë të ma keq përdor pasunin. I kom zonë duke mos i kry punë cilët ja u kam kërku. Dhe më thonë shumë, sigur me thonë me përshkrimin, shumë të poshtër. Thotë, e ti që ke bo? Edhe në thotë, ja Rasulullah, s'kum mujtë me u përmbajt. E i kum kape, i kum rreh. E i kum rreh mire, e i kum sha, e i kum nënçmu, e i kum ofendu. Edhe tash njerëzit kur ankohen zakonisht, edhe kjo të një shumice madhe ndodh, me ardh një evlad, që e ka i dhnu baba diçka, qa që din mu ankun babën e vetë, sa që ti bën baba i ti është si baba Ibrahimit a.s. I keq. Ose me ardh një babë, e ka i dhnu evladit, tash ku mu qfry hajtë që këtë ves hoxën, qa që din mu anku, sa që thu ti djali i ti, ma i kësi djali Nuhit a.s. Ose vjen një punëdhënës, ose vjen një punëtor. Mos me njofti atë shefin, thua i këka, s'ka njeri ma të keqë, ose anë asjel tas. A kjo sahabia korrekt, ka thonë ja Rasulullah i kom zonë të më vjedhe, të bokshtu, mirë po thotë edhe unë kom reagu keqë me ta. Edhe po njihna keqë, hisë po di çka me bo. Edhe i kalzon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thotë, ja citon një ajet. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Thotë edhe na, ajeti thotë kështu, në ditën e gjykimit do t'i qesim mawazin al-qist, peshoret e sakta. Fela tudhlemu nefsun shay'a, edhe kërkuj s'kom ju bot zullum, hiç as 1 milimetër. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Thotë edhe nëse ka edhe një grimc, diçka që do të me u realizu drejtësia, thotë edhe atë e sjellim se kërkosh nuk llogarit ma mirë se na. Atëherë me këtë ajet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ato ma e rëzën për tokë krejt. Thotë i mirë on ja Rasulullah çka po mpret ka mu. Tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë nga. Nëse ata të kanë bë dëm më shumë se ti që ju ke bë dëm atyne, atëherë një farë mënyrë ti pështan. Po nëse ti ju ke bë dëm më shumë se që ata të ka bë ty dëm. Për shembull, ata të kanë dëmtu diçka, po ti i ke rre shumë. Ata të kanë vjedh, po ti i ke shash shumë, ja u ke përdhos dignitetin ose kështu me radhë, atëherë vallahi thot, nuk e ki punën mirë. Atëherë ai sahabiu nuk po ka gajle sa e kanë dëmtu ata, as po lyp mja kthy paret, as mja kthy. Po thot ja Rasulullah, nuk po njihna mirë kur gjo me vendos përveç me u da me ta. Nuk janë mos klevrit e mi, as jam unë mos zotnia e tyne. Ata le të shkojnë udhës vetë, unë udhës tem, andaj ti e dëshmitari im që ata episodit janë të lirë për hir të Allahut. A që kjo akti i lirimit të robit edhe të sklavit është akt shublim. Ka pas raste kur, po më në liria është për gjonave ma të shtrejta në dunja. Edhe ka pas raste kur sklevrit kam pas qef me fitu lirin e tyne, edhe i kanë thonë zotnis vetë, sa ju konë pronë e zotnis. Nuk u konë rogtar, nuk u konë punëtor, jo pronë u konë. Zotnia çka ka dasht ka bo me to, edhe në rast caktum, do njoni prej sklevrëve ka lypi ka thonë o zotni, lyp sa po danë ti, unë po du me e ble vetën, me e shpagu vetën, mu liru. Lypi 100.000 euro, jepu ma fatë, unë për 1 vjet, 2 vjet, 10 vjet, edhe kadal i grumbulloj, ti jep 100.000 euro dhe unë bona i lirë, ti e fitove atë, qa e ke lype dhe kry muhabeti. Përveç të burrat e mirë, ka funksionu që kjo për ndryshe pjesa dërmuse i kam përdorë sklevrit si plaçka, si gjësende, mazi se hajvanat. E kështu që kur ka ardhë hesapi
ndonjëri me thonë, ja Rasulallah, unë po e liroj për hir të Allahut, ta dim se kjo ka qenë një sakrificë shumë e madhe. Një mirësi shumë e madhe, po flas për sistemin shoqëror të asokashëm. Na mundu me e kuptu, po s'tim me e imagjinu se largo kon ai sistemi i sklavëpronarisë. Edhe kjo thot, ja Rasulallah, unë kur s'po du pej tyne, as po du gjykim tash me thonë, kthema ne, unë t'ja u bëj halal, ose t'ju lypi halal, jo, të lirë janë për hir të Allahut, veç mos të kemë përgjegjësi për sjelljen time të keqe me ta. Pse e ka bo një gjatë tillë? Ka mujt me i shit, sklavër të këqi, shiti hajte i valla. Mirë po jo, ka dasht me pastru vetën e vetë prej përgjegjësisë. Prej fryteve të shumë, kena edhe inshallah edhe në takimin e ardhshëm me humor me këtë temë, po prej fryteve konkrete të edukimit imanor që Kurani ja u ka bën njerëzve, sahabeve në veçanti, ka qenë edhe mësimit që ja u ka dhënë Kurani qysh me e trajtu dunjan. Problemin më të madh na e kemi me dunjan. Po s'është problemi jonë pse na e shfrytëzojnë atë dunjan. Do të thonë si musliman, kur njëtë s'okon problem që muslimant me e shfrytëzu dunjan. Bile muslimant bashkë me e thonë drejten, kur e kanë kuptu mirë islamin, edhe dunjan e kanë shfrytëzu mirë. A i dini ku është problemi edhe defekti? Problemi edhe defekti është kur dunjaja i shfrytëzon ata. Kur ata me vend se me e shfrytëzu dunjan, i shërbejnë dunjas, e këto nuk e rregullon asgjë sikur ato që në ton e dim që quhet zohd. Zohdi është dunjan me e pas në dorë e jo në zemër, dunjan me e përdor e jo me të përdor, dunjan me e nënshtru e jo me ju nënshtru, edhe dunjan me e konsideru si fazë kalimtare në përmjet saj me e fitu ahiretin. Njeri për një mend e ka shumë zarë me u pozicionu që është duhet në këtë aspekt, për arsye se me gjitha te ekziston ajo ana e ran, ajo ana e ert e shpirtit njerëzor që quhet nefs, e që aty dominon lakmia. E lakmia pastaj nuk e lën njerin me u bo burri mirë. E pengon, jo që nuk e lën, e pastaj secili sa mundet me menaxhu lakmin, çaq bëhet burri mirë, kur forcohet imani në zemër, zbehet lidhja me dunjan, nuk është do e mos që të braktiset fizikisht, por të braktiset me zemër dunjaja. Pra fizikisht, mund është me koni pason, mund është me bo biznes, mund është me pas fitimet mëdhaja, mund është me pas prona, me bo kështu, mirë po krejt ato i kinë menaxhim, edhe Zotin arrujt, nesër mos me i pas, ti dosh me thonë veç, o Zot, veç në xhenet çam, që të gajle e kam. Pra i kinë dorë, e nuk i ki në zemër. E këto, se cili mundet me arrit, nëse mendojmë rreth fjalës së Allahut fuqiplot që thot, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah." Dhe me atë që Allahu të ka dhënë, synoje botën tjetër. Që kjo ajet është shumë konkret dhe shumë i qartë, për me na tregu neve se njerëzit nga njerë si të flasim që tim, thojmë pse atë do të me jetu fukara, na kërkosh s'po thot se do të me jetu fukara. Kërkosh, qëre Ebu Bekrin, e morëm shembull, maj miri prej sahabeve, ma pasonike prej sahabeve u kanë. Edhe që ata tjerë që jenë bo musliman, që i përmena, Abdurrahman ibn Aufi u konë pasonik, Othman ibn Affani u konë pasonik, Talha u konë pasonik, e kështu me radhë. Të gjithë jenë konë, sahabet nuk e kanë konsideru dunjan diçka të nënçmume, veç thjesht nuk kanë leju që dunjaja me ju hip përmi. Ata i kanë hip përmi dunjas. E Allahu thotë, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah." Në atë që Allahu të ka dhënë ty, synoja ahiretin. Ta ka dhënë dijen, syno me fitu xhennetin, ta ka dhënë pasuninë, syno me fitu xhennetin, të ka dhënë shkallësi, të ka dhënë mjeshtri, të ka dhënë mençuri, të ka dhënë pozitë, të ka dhënë famë, të ka dhënë autoritet. Synoja ahiretin. Po mirë, e qysh me jetu në këtë dunja, thot, "Wala tansa nasibaka min ad-dunya." Mos e harro hisën që të takon prej dunjas. Pra, s'është synimi me jetu fukara, synimi është me jetu që ashtu qysh Allahu i madhruar është i kënaqur. Ka edhe në këtë temë shumë shembuj, ndoshta ndonjë do ta përmendim javën që vjen inshallah, nëse Allah na jep imër dhe mundësi. Me kaq po e përfundojmë për sonte, Allahu ju shpërbleft për vëmendjen.
Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.